Edhe pse niveli i ujit në zonat e përmbytura në Lezhë është ulur me rreth 10 cm, situata mbetet serioze dhe larg normalizimit. Në Barbulloj, banorët vazhdojnë të përballen me vështirësi të mëdha. Uji është prezent në oborre dhe rreth shtëpive, duke bërë të pamundur kthimin në jetën e përditshme. Situata ka ndryshuar nga si me 2 ditë e para dhe është ul në përgjithësi. Po, nuk ka më përmbytje. Vetëm sa ka ngjerë në për tokë, shumë pak. Jo, ishte nga kanali i madh, tuke kineta, argjenatura. Situata është më duke krahasuar me ditën e dieshme dhe të pardjes është drejt ka rënje të nivelit të ujit në përgjithësi, pavarësisht se ka shumë niveli i ujit në shumë tokë është i përmbytur. Uji nëpër banesa nuk ka. Po mundohemi ta monitorojmë situatën nëpërmjet mjeteve të bashkisë me pastrimin e shumë, po kemi sjell më radh shumë disa familjeve kemi sjell bazë ushqimore. Do vazhdojmë të sjellim prapë sot, të sjellim edhe në nim ushqimore për një familje që është në nevojë. Banesat rrethume nëpër oborre ka, vazhdon të ketë prapë. Banorët thonë se pavarësisht uljes së nivelit, dëmet janë të konsiderueshme dhe frika më e madhe është që uji mund të rikthehet nëse rreshtet rifillojnë. Situata sot në Barbulloj, krahasim me 2 ditë e para, është ricike normalizuar, por mund të thënë një fakt se unë jam nga viti 1998 në Barbulloj. I na përmbyta edhe në vitin 2002, falë rreshtet e tepërta, por kjo përmbytje nuk ka nga rreshtet, ka nga një fakt që organet kompetente do t'i japin zgjidhje se pak fjalë ne na ka humbur shpresën për me jetu në Barbulloj. Kryetari i fshatit Bardhok Gjoka shpreh se situata është e rënduar. Ai thekson se shumë familje kanë ende ujë brenda oborreve dhe disa prej tyre nuk mund të futen as në stallet e baktive. Sipas tij, banorëve po u dërgohet ushqim për baktit, por ndihma është ende e pamjaftueshme për situatën aktuale. Qindra hektar tokë bujqësore në Barbulloj, Rril, Mylte, Spitën dhe Tresh vazhdojnë të jenë në pushtetin e ujit, duke krijuar një emergjencë që sipas banorëve rrezikon të zgjas për ditë të tëra.